pyesët, çka do thot pjesa e ushqimit në mënyrë të rregullt nga iftari deri në syfër? Ushqimi është një lloj karburanti për organizmin tonë. Pra, çka do bë në momentin që karburanti nuk është i duhur, nuk është në si duhur, sigurisht edhe organizmi nuk ka me funksionu si duhet. Andaj, çka nuk kuptojmë me këtë ushqishmërinë e duhur, është marrja e racioneve të duhur. 3 racione deri në 4 racione që nga koha iftare deri në kohën e syfyrit. Mandej, marrja makro mikronutrientëve, karbohidratet, proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme duhet të jenë pjesë e padashme e dietës në sasi të duhur. Karbohidratet komplekse ka rolin e vet, proteinat duhet të jenë në bajgje të theksuara me qëllim që të rikuperohen dhe ndërtohen muskujt prej stërvitjes që kanë bërë dhe yndyrrat e shëndetshme ka rolin e vet. Mandej, ushqimet e pasura me vitamina e minerale, gjithsesi që kanë luajtur një rol bajgjet madhe për performancën sportistit. Ato duhet në nivelin optimal me qëllim që të mos ketë rënje të sportistit. Hidratimi është primare, për të gjithëve është hidratimi, për shkak se edhe pse fatmirësisht kemi qëlluar në kohë shumë të nxehtë, kemi qëlluar në kohë pak më të ftohtë edhe djersitja më vlladitshme. Edhe djersitja bëhet më pak, prapse kur ka intensitet të lartë djersitja bëhet. Edhe humbin langjet. Duhet i kushtohet rëndësi hidratimit të duhur. Si bëhet hidratimi? 30 ml për kilogram peshës së trupit. Kjo do të thotë që një person që i ka 70 kg e shumëzon me herë 30 mg për kilogram, që i bën 2100 ml për peshë trupit. Mandej shtohet edhe 10% peshës trupit, varësisht për aktivitetin fizik se ka intensiv.